që ti përgjigjet disa nevojave të ti të imazhit të momentit, kur emëron, mendoj unë, ministrat apo kabinetin e tij. Dhe në këtë rast ish përgjigjur lobit ndërkombëtar me balancën gjinore. Ish përgjigjur Pse nuk e beson Rama këtë vetë? Ish jo. Gjithë çështjen gjinore. Ai mund edhe ta besoj vetë, por unë nuk besoj se ai e bën nga bindja e vet këtë gjë. Ka një përpjekje të vazhdueshme nga ndërkombëtarët që operojnë në Shqipëri, nga organizatat. Dhe ai u jep këtë. Dhe herën e kaluar pati edhe fat se shënoi edhe disa tituj ndërkombëtar, këtë radhë e bëri me diellën. Domethënë ka disa qëllime të cilat i shërbejnë një imazhi që do të ngërë Rama. Në këtë rast do t'jap imazhin që do hape negociatën 2027 dhe që Rama do të punoj, do mbyllet negociata, ke drejt, në 2027 dhe Rama do të punoj drejt atij misioni apo dhe atij qëllimi madhor dhe tani këta teknik do t'i shërbejnë sërish atij qëllimi dhe ja tek e kënaqem edhe ata që mbajnë shpresë akoma se qeveria realisht do përmbush standardet, se tani procesi i antarësimit në vetvete është bërë më shumë proces me nevoja gjeopolitike, domethënë, më shumë proces politik se sa. Proces i plotësimit të standardeve. Për Albana Koçiun, tani Albana historikisht posti i ministrit brendshëm ka qenë një nga postat më të rëndësishme me përgjegjësinë më të madhe. Albana Koçiu vjen, nuk ka ndonjë bilanc si ministre e shëndetësisë, nuk ka ndonjë arritje që mund t'i atribuohet, përkundrazi qëndron në atë rene zezë të gjithë situatës së onkologjikut që është ekspozuar dhe riekspozuar vazhdimisht kohët e fundit. Domethënë, kjo ka qenë mandati i saj. Nëse domethënë në lidhje me gjendjen e pasistemuar të parregulluar të onkologjikut. Po, këtë mendoj. Por, ajo nuk nga ana tjetër, ajo personalisht si figurë nuk ka pat ndonjë skandal, në diskursin publik nuk ka qenë e shkujdesur, nuk ka qenë impulsive, ka qenë pothuajse jo ekzistente madje, kështu që këto figura kanë përshtypjen se kanë fituar, edhe Elisa Spiropali është pak a shumë, edhe Balluku. Si e komenton atë vendimin e parë të saj për të shkarkuar zëvendësin e saj, Andi Mahila, sepse kishte pirë duhan në ambient publik, që ndërkohë duhet ta themi që formalisht një zëvendës ministër e shkarkon Këshilli i Ministrave me vendim, nuk e shkarkon e Prori vetë që është ministri. Mund të bëj propozimi, po kështu shit, po e shkarkova unë nxori në. Unë e kam parë me tjetër dyshim që e kam patur gjithë tani. Madje me lajmin e caktimit të zëvendës ministres së re që është zonja Caka. Silva Caka sot, po. Tani kam një dyshim që faktikisht e kam patur thjesht si një shkak që u duaj. Nuk e di, shumë e çuditshme. Kemi arritur të tilla standarde vallë që ministri të mund të shkarkohet për çështje etike në këtë rast. Duhet kuptuar